Videokolum me titull "Reagimi i ministrit Hoxha ndaj ministre serbe më ka çu nana me shpërlagojen". Vetëm një qeverie pa dinjitetshme dhe pa integritet, për të mos thënë shumë e afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić, mund të reagojë kaq butë e në mënyrë absurde ndaj akuzave fashizoide të ministres serbe, e cila thotë se po të kishte qenë në vend të kryekasapit të Ballkanit Slobodan Milošević, Kosovën do ta kishte pastruar etnikisht. Paramendoni, Bashkimi Evropian e vlerëson si nxitse deklaratën e ministres serbe, kurse Tirana zyrtare si tronditse. Do me thonë Bashkimi Evropian më i ashpër se sa Tirana zyrtare. Nuk kam dëgjuar deklaratë më fashizoide dhe më të trisht, bile edhe as nga goja e një kriminali të luftës, siç është puna e Vojislav Šešelit. Si duket, reagimi kaq i butë i ministrit të jashtëm shqiptar zotit Ferit Hoxha, për të mos thënë kaq qyqare qesharak, konsiston edhe në relacionet dhe interesat e Ramës me presidentin serb Aleksandar Vučić. Në këtë formë, siç është përpiluar reagimi i ministrit Hoxha, mua personalisht më duket më shumë provokim ndaj shqiptarëve se sa reagim ndaj deklaratës së ministrës serbe. Nuk habitem edhe sikur kjo deklaratë të kishte për qëllim pikërisht provokimin. Këtë e them duke u bazuar në disa deklarata të papritura të Edi Ramës dhe qeverisë së tij ndaj shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. I keni parasysh tani më paraqitjet e fundit, respektivisht deklaratat e fundit skandaloze të Taulant Ballas dhe disa funksionarëve të tjerë të Selis Roz në Tiranë. Ish kreti krye diplomat shqiptar, duke peshuar deklaratën respektivisht reagimin e tij me miligrame, milimetra, mezi kishte arritur të bëlbëzoj diplomatikisht duke quajtur paraqitjen fashizoide të ministres serbe si deklaratë tronditse. E u bre burr, po mos u tut kaq shumë. Nuk të kafshojnë serbët, pa merak. I keni miq politik, ku ta di unë, ndoshta edhe më tepër se kaq, prandaj mos ke frikë. Interesant një punë, se sa të kujdesshëm e të matur janë krerët e kësaj qeverie ndaj serbëve, kur ata i fyejnë shqiptarët dhe i shajnë jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë. Madje këtyre dhe disa të tjerëve nuk i bëri kur për shtypje kur presidenti Vučić haptazi kërcënonte Kosovën me luftë e invazion, e as atëherë kur Edi Rama veriun e Kosovës e quajtur tokë e askujt, por ja që po tregohet shumë diplomat dhe i moderuar, po them me thonjza, kur janë në pyetje miqt e tij serb. Çka ti thuash kësaj sjellje përpos? Alamet e sherbet, ky naçallniku i diplomacisë shqiptare. Ky vetëm për një gjë do të mbahet në mend në karrierën e tij. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut i quajti idiot dhe se për ambasador në Shkup në e solli njeriun i cili sot u vu komplet në shërbim të opozitës së këtueshme shqiptare, duke bërë dallime dhe përçarje mes shqiptarëve të pushtetit dhe atyre të opozitës. Ndoshta ky dhe nuk ka aq shumë faj sa mentaliteti dhe praktikat stereotipe që dekadave të fundit janë kultivuar, krijuar e ndërtuar në Tiranë, kurse para ca vitesh fatkeqësisht edhe në Prishtinë. Më kujtohet kur disa kryeministra shumëtrima kosovar, kur vinin në Shkup para shqiptarëve, zotoheshin se do të jenë gardian të shqiptarëve të Maqedonisë dhe në momentin që ata iknin për Prishtinë dhe këtu ndodhnin në raste të montuara gjyqësore politike ndaj shqiptarëve të pafajshëm të këtueshëm, gardianit kryeministër të Prishtinës nuk i dëgjohej zëri fare. Me fjalë të tjera, falenderit shumë o ministër Hoxha për këtë reagim të denjë vetëm për ministrat e kancelarisë Edi Ramës në Tiranë, se me këtë angazhim na keni ndihmu e na keni ... nanën, thoshte, citova fjalët e një nëne kosovare, të cilat i a tha ish kryeministrit kosovar Bajram Rexhepi, i cili po i shprehte ngushëllime. Nuk është hera e parë, me gjas e as e fundit, që ministrët nga Tirana po tallen në këtë mënyrë me ne shqiptarët jashtë kufive.